Nga sa lexoj unë, edhe nga sa ndoqja në Davos, kuptoj që po afrohet 100 vjeçari i një rendi botëror i cili po shkon drejt një kapitullimi, drejt mbylljes të tij dhe mendoj që bota tashmë po luan për një rend të ri botëror. Fati i Edi Ramës, gjithmonë që është njeri me fat, është që në këto ndryshimet që po pson bota, është njeri që gjeostrategjikisht me lobimet që ka, po luan për të qenë një njeri i cili të ruaj dhe të shpëtoj fatin e vet. U bë kjo Komisioni i Paqes dhe ne nuk dim që Komisioni i Paqes mund të sjellë ngazëllim dhe çlirim ekonomik për Shqipërinë, sesa një çlirim dhe ngazëllim tek vetë socialistët apo të vetat të cilët ndiheshin të kompleksuar që Rama nuk po shkonte dot në Departamentin e Shtetit, nuk po shkonte dot në Shtëpinë e Bardhë dhe nuk po krijonte dot marrëdhënie drejt për drejta në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk po ka përcente oqeanin. Pra, ky fakt besoj kjo ftesë i ka çliruar të paktën votuesit e Ramës, njerëzit dhe mbështetësit e tij, po ka shliruar edhe atë vet me lobimin që ka bërë përmjet Tony Blairit. Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi parë kohët e fundit që janë në një debat, s'po them luftë, s'është fjalë e madhe, por një debat të fortë për treguar supermaci ndaj polit tjetër që është Europa. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesa, sidomos me Donald Trump, kanë interesa të forta në Europë dhe mëtej, duke kushtëzuar Europën me disa sanksione apo disa rregulla loje që duan që Europa t'i bindet. Ata po rezistojnë dhe kundërshtojnë fort. Fakti që ata po ngrihet Komisioni i Paqes është një komision që mendoj që Trump e kërkon si një rivalizim të dukshëm që do t'i bëjë Europës dhe të gjithë atyre pretendentëve që duan të dalin ballazi karshi Shtetet Bashkuara të Amerikës për më shumë se një komision që do rindërtoj gazën, është një komision numerikisht për treguar mbështetje si ndahet bota. Dhe unë mendoj që aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës po i vendosin vetë gjua e fortë e Donald Trump me shumë shtete dhe me shumë vende, tregon që ai kërkon që ta tregoj supermacinë e munguar në shumë precedentë të kaluar që nuk e kanë treguar këtë gjë, sepse gjithë presidentë demokrat kanë qenë më të ekuilibruar, më të tërhequr, sidomos Joe Biden, domethënë e sfumoi supermacinë amerikane. Donald Trump po vendos sanksione të forta sepse kështu janë republikanët. Po ku qëndron roli i Edi Ramës në këtë mes? Unë mendoj që Edi Rama, duke ditur ato që përmendi Poli dhe kolegët më parë, është njeri i cili është i përfshirë në disa afera korruptive në Shqipëri. Është njeri i cili nuk kishte mbështetjen e amerikanëve, nuk ka pas një urinë të drejtë për drejtë nga amerikanët, nuk ka pasur një mbështetje të hapur nga amerikanët. Ndërkohë nga Europa ka pasur mbështetjen e plotë, që nga Marta Kos, që nga Van der Leyen, të cilët e vlerësojnë punën e tij, e vlerësojnë dhe mbështesin, duke ditur qartë që ndikimi i George dhe Alex Soros në Bashkimin Evropian është më i lartë se në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edi Rama gjetur në këto rrethana kërkonte një rrugë shpëtimi për fatin e tij politik. Pra Edi Rama po shihej si mundësia për çështjen Balluku, si njeri i cili mund të prekej dhe mund të ikte nga qeveria. Pra njëri që amerikanët mund t'i kërkonin largimin, mund t'i kërkonin qeveri teknike, mund t'a kushtëzonin atë me largim nga pozicioni kryeministrit dhe në këto kushte Edi Rama kërkonte rrugdalje, kërkonte rrugëzgjidhje. Erdhi shansi në dorë që u ngrit ky bordi i paqes dhe e përdori këtë mundësi nëpërmjet lobimit. Është përdorim apo është ka një gjë, unë nuk di që Shtetet Bashkuara të Amerikës me këtë bord t'i ofrojnë Shqipërisë diçka në këmbim. Prandaj da e luajti këtu në Shqipëri në parlament. Zgjodhi që ta përdor për brenda. U shiruan të majtet, u shirua vetë e gjithë enturazhi nuk socialist. Nuk e rregulloi kjo, le të themi, marrëdhënien e Ramës me presidentin Trump. Tani neve nuk unë do të them një gjë që sot janë ja 2-3 tha që s'më pëlqej. Jo, nuk ka lidhje, nuk është Rama ky. Unë nuk mendoj që është Rama. Shiko, Donald Trump aktualisht intereson numri i personave, numri i ftuarve ndasën, po ta them thjesht. Sa më i lartë jetë numri i përfshirë i vendeve në bordin e tij, aq më shumë Donald Trump do t'rregojë numerikisht mbështetjen pro-amerikane, sepse po doli Rama, edhe një herë pyetje, aja doli Rama të rikuperoj atë izolimin e deri tanishëm faktën që pretendoi. Atëherë, unë do të them një gjë, me aq sa unë kam informacion dhe sa kam lexuar në marrëdhëniet, në ndërtimin e shtetit dhe funksionimin e shtetit amerikan, di them që presidenti Trump operon ndryshe dhe departamenti i shtetit operon ndryshe. Unë di them që marrëdhënia e Ramës, unë di them që departamenti i shtetit ndërton politika 100 vjeçare dhe më tepër për fatin e linjës së jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Me departamentin e shtetit, me Rubio dhe me këtë institucion kaq të rëndësishëm, Edi Rama nuk ka kontakt.
dhe kjo është një tregues shumë i fortë. Atëherë çfarë po bën Edi Rama? Kërkon që ta hedhë hy si shqiptarë për thonë që unë kam marrëdhënie me familjen Trump. Dhe kjo marrëdhënie me familjen Trump është për të thënë që mua në Shqipëri nuk ka asnjë institucion që më bën ballë dhe unë do të jem lideri juaj për sa kohë dua unë. Asnjëherë askush në Shqipëri nuk e ka mohuar supremacinë e Edi Ramës dhe mbajtjen e pushtetit, sepse e dim se çfarë ka Edi Rama përballë, ka një opozitë të dobët, një opozitë që ka përdorur, opozitë ka blerë, opozitë shkalafitur. Por unë nuk mund të jem eksituar si shumë njerëz të cilët duan Edi Ramën ta shikojnë ato për masa, sepse nuk është marrëdhënia e Shqipërisë ajo e cila e konsolidon dhe e rrit Shqipërinë në imazhin ndërkombëtar, një përfshirje e bordit të jo. Shqipërinë e rrit kur neve nuk përfshihemi në revistat me famë botërore si njerëz që prodhojmë trafik droge, si njerëz që prodhojmë korrupsion. Imazhi i Shqipërisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Europë rritet kur neve kemi një ekonomi cilësore, kur ne kemi një popullsi fleksible e cila nuk zgjedh emigracionin, ne jemi dhe mund të krenohemi në Europë kur kemi një turizëm cilësor, kur kemi një shërbim cilësor turizmi, po ashtu kur neve plotësojmë disa standarde që Europa ka 50 vjet para nesh i ka plotësuar. Unë do të rikthehem aktualisht, se do të zgjatem pak më shumë që t'i lë fjalën kolegëve të flasin më gjatë. Do të them këtë gjë, unë do të them nga burimet e mia që çështja e Sazanit me zonjën Ivanka Trump mund të jetë një min me sahat dhe një skandal që mund të përfshijë jo vetëm qeverinë shqiptare, por mund të përfshijë edhe vetë zonjën Trump edhe dhëndrin e saj. Sepse dhëndri i Trump po përdor të gjithë pushtetin absolut që ka dhënë presidenti Trump dhe po bën disa miliarda duke përdoru vende ghetto si Shqipëria, vende të vogla, të cilat kanë një qeverisje diktatoriale, pothuajse. Atëherë çfarë po ndodh? Burimi të ardhurave të ndërtimit në Sazan përflitet të jetë vëllezërit të jenë Hayat Brothers, të cilët janë sponsorizuesit kryesor të regjimit të presidentit të ri sirian dhe të mbështetësit kryesor të ISIS. Pra, me para të cilët deri dje mbështesin terrorizmin, këto para po vinë, të cilat prodhohen në Siri me gjithë pushtetin absolut që kanë ata presidentin e ri atje, do vinë do investojnë në Shqipëri. Pra, aktualisht ky mund konceptohet dhe mund dyshohet si një investim i cili mund të pastrojë para. Dhe këtë gjë në Kongresin Amerikan është ngritur disa herë. Dhe fakti që këtu pse është djali i presidentit, dhëndri presidenti Trump nuk do të thotë që ata kanë gjithmonë të drejtë. Por këtu mund të jetë një mega skandal ku qeveria shqiptare dhe Edi Rama për interes personal për të sfiduar ndalesën që i bëri Suzy Wiles, ai thotë zotëri, unë ju fal ju çdo gjë në mënyrë që unë të kemi kontakt me presidentin Trump. Me presidentin Trump kanë pasur kontakt edhe shumë njerëz të tjerë, po të cilët nuk e kanë gëzuar dhe pushtetin. Tani, një gjë që ti them unë më shumë lidhur me qëndrimin amerikan në Shqipëri. Unë di them që amerikanët janë shumë të shqetësuar për çështjen e trafikut, për çështjen e krimit organizuar dhe investimeve që janë bërë në Shqipëri. Në ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë është vendosur një trup prej 30 personash që janë të DEA-s dhe të FBI-s, të cilët janë duke hetuar të gjitha investimet që janë në Shqipëri. Investimet që vijnë nga bota e krimit dhe investimet që vijnë nga trafiku i kokainës përgjithsisht në Amerikën Latine. Po ashtu, pranë SPAK është vendosur një zyrë e përhershme me 5 persona të cilët nuk ka qenë përpara, është shkrau dat dhe do të ndjek të gjitha dosjet korruptive që janë përfshin qeverinë Rama. Kjo është thelbi. Dhe unë e shikoj lëvizjet amerikanëve në këto momente, i shikoj se si do, edhe për t'i thënë publikut, mos qeni një anshëm, po për qeni vërtet, është për t'i thënë publikut se çfarë do të ndodh me fatin e Edi Ramës dhe Belinda Ballukun. Sa do të shkojë deri në fund kësaj çështje dhe sa do ta mbrojë. Çfarë qëndrimi politik do të mbajnë. Nëse Edi Rama do ketë një qëndrim politik kaq stimulus dhe kaq mbështetës siç e ka bërë deri tani ndaj zonjës Balluku, mendoj që europianët dhe amerikanët nuk do ta lënë Edi Ramën për inersit që ndrojë me kryeministër. Arbër, shiko, ta lash në fund fjalën se jo, dëgjova me vëmendje kolegët, jam dakord me atë që tha Nardi. Sot ka qenë vërtet dita e, nuk po them me kryeministit Rama, por kryeministit të Shqipërisë. Pse e them këtë? Çdo retorik që është ngritur në këto 3-4 muajt e fundit sot u shkërmoq. Po për mua nuk është se u shkërmoq retorika dhe akuzat që vijnë nga opozita, që janë akuza normale, një opozitë bën një maxhorancë. Por në thelb ato kanë treguar gjatë gjithë kësaj periudhë kohe që nuk duan të dinë dhe nuk marrin vesh nga marrëdhëniet ndërkombëtare.
nuk e kanë lexuar në asnjë moment siç duhet administratën Trump. Nuk kanë qenë në asnjë moment të qartë dhe të ftylluar për atë se çfarë po ndodh në aspektin global për të ardhur pastaj te impakti që jep në realitetin lokal të Shqipërisë. Dhe ka qenë gafat që bëheshin pothuajse për ditë nga selia e Partisë Demokratike. Filloi me ovacionin, me rritjen e moralit, u arrestua Maduro, mbaroi Rama. Vazhdoi më pas me situatën që tani do vinë amerikanët, do ta largojnë, i ka ditë numëruara, do tiki, pristin dhe pak, ja erdhën, do bëjnë proteste më të madhe që ka njohur Shqipëria, çdo gjë gabim. Harxhuan miliona dollar për të bërë një lobim në Amerikë që nuk e di për çfarë duhej ai lobim. Do hiqet në ngrata sot, do hiqet në ngrata nesër, nuk u hoq. Pra, çdo gjë që ka bërë Partia Demokratike sot u shkërmoq. Si ato kalat që bëjnë fëmijët në rër, vjen një dalgë e lehtë dhe i fshin komplet. Një amatorizëm, një jo profesionalizëm në të gjitha dimensionet. Dhe në fund të ditës është një ditë e zezë, mendoj unë, për politikën shqiptare. E zezë nuk po them për majorancën, por e zezë për opozitën. Sepse nuk ka ditur, me sa duket në asnjë moment, të ndërtoj kauza dhe të bëj politikë të jashtme të duhur. Të gjithë ata që janë të departamenti ose sekretariati marrëdhënie me jashtë, sot duhet të jepnin dorëheqjen në Partinë Demokratike. Sot Partia Demokratike duhet të thirrte një mbledhje urgjente dhe të thoshte kemi bërë gabim nga A-ja te Z-ja, s'po flas politikisht, se ajo është tjetër fazë, por në aspektin diplomatik. Kush i ka sjellë atyre atë magjistarin që harxhuan miliona dollar, sot duhet kërkonte falje. Jo, e gjetën argument, pse nuk është në Davos? Po le tani këto, tani Davos është pyetja e opozitës. Nga zona Almerit është një shprehje, lakrat janë në kopësht, e kupton? Pra lakrat janë në kopësht, e njëra situatë. Vjosa Osmani ishte në Davos. Ky diskutim kot. Është një foto që është një karrige bosh që thonë është karrige e Ramës, do të ishte atje. Shqipëria aty ka ftesa nominale, më zotëri, është në emër kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Çfarë duhet më shumë se kaq? E tha edhe sot, do unë besoj si ka kjo për Shqipërinë. Unë do të dal aty. Jo politikisht ka shumë. Tregon për mua fillimisht ta thash. Çfarë tregon pra? Jo, nuk e mundi. Narrativën që the ti, nuk e mundi. Që është idiotë me kohë. Nuk e mundi, po ai është kërmoqë sot, më sot ishte. Po e shkërmoqur ishte vetë, sot ishte në ajër. Sot ishte një goditje knockdown. Kush e vën dyshim pushtetin absolut të Tiranës? Jo, se kam atje, më beso. Kush e vë dopsinë e opozitës? Është një ditë e keqe Shqipëria. Unë thash është një ditë e keqe për opozitën, sepse nxori në një nivel amatorial të frikshëm. Pra niveli amatorial që ka dalë opozita sot, po gjithë të kohë, po që kur ja thoshim ne nuk e besonin. Madje na quanin të shitur, ndërsa kur vjen tash nga Washingtoni, tani ka ngelur nuk di çfarë thon. Jo po se nuk të erdhi ftesa në fillim, doli që kishte ftesë. Jo po nuk të ftuan në Davos, do dali që ka qenë në Davos. Jo nuk ka ftuar në Shtëpinë e Bardhë, do vetë do të takojnë në Shtëpinë e Bardhë. Pra gafa amatoriale, ka sa kohë njerëz pranë opozitës sulmojnë disa sipërmarrës shumë të njohur izraelit. Po prit pak, sepse janë dhe gabime strategjike. Pra fakti që një sipërmarrës izraelit që merret me armët sulmohet në perëndim, ka probleme në perëndim. Ti nuk duhet futesh në situata të tilla më zotri. Aksi më i rëndësishëm që po përdor Donald Trump sot në botë, një nga akset më të rëndësishme dhe që ka mbështetjen maksimale është Tel Aviv, Riyadh dhe Dubai, miku im. Tani, strategjikisht, në aspektin strategjik, është një aks që me pakta duhet të tentosh të krijosh kontakte. Nuk mundet të sulmosh njerëz të cilët janë pranë atij dhe pranë këtij. Tani ka çështje strategjike. Dhe shërbësh për një minutë ndërmjet pak arbitru. Ti e di që ky biznesmeni izraelit ron njifit mundi haj kokën pirovëngut? E diti që quhet një institucion. Jo, nuk e di, ma thuaj ti. Po ta them, quhet një institucion i quhet Akshe. Është institucioni pranë. Po ku i keni këto informacione? Ma lër pra ta flason. Ma lër pra se një gjë që un kur flas për këto informacione, un jam me zë me figurë dhe njerëzit më ndjekën. Un po ta hap shkurt. Pse mundi haj kokën pirovëngut? Do të dish që ky person i cili është i përfshirë tek ajo, ky biznesmen izraelit, unë nuk kam fare lidhje me origjinën, por me atë që ka ndodhur me poshtërsi shtetin shqiptar. Pra ky personi ka marrë 20 milionë euro pa u akredituar dhe pa u certifikuar nga Akshe, zotri.
Akshe institucioni sigurisë brenda Ministrisë së Brendshme. Brenda Ministrisë së Mbrojtjes. Dhe ky personi i ka marrë parat nga shteti shqiptar për arsye lobimi. Dhe këtu, nëse do të fillojë hetim dhe mund të ketë hetim, këtu do të nxjerrim që ky personi mund të jetë si Damir Fazlić. Pra mund të jetë një person një rëndësie të veçantë që lobon dhe përfiton para duke marrë Shqipërinë si gangren e keq përdorur nga politika shqiptare dhe prodhon para. Ti gason një serb me një nuk ka lidhje fare. Lidhje ka origjina zotëri. Unë do të them, mos u përfshin origjinë. Unë do të them që ky person, qeveria shqiptare i ka dhënë 20 milionë euro pa bërë asnjë punkt i personit o zotëri. Nuk e di çfarë ka bërë. E po do të dish do të themosh pse është kaq i rëndësishëm. Ti vërtet mendon që autoritetet shqiptare kanë mundësi të certifikojnë dhe të bëjnë analiza agjenturore për një personalitet i kanë dhënë para nga një shtet si Izraeli, vërtet e beson këtë? Ka një gjë, i kanë dhënë para në Izrael, jo të gjithë njerëzit që vinë në Shqipëri janë njerëz të nderuar. Po ky person pra pa filtr ka marrë 20 milionë euro o zotëri. Ky është i përfshirë në shumë afera korruptive për trafikun e armëve, diti apo jo zotëri? Në Bruxelles për zunë, e diti kush është ky personi? Po dakor, po pra erdhi në Shqipëri, mori parë zotëri dhe loboi për Edi Ramën. Ja pra ky është lidhja e shkurtër. Të neve japim Edi Rama për ruajtjen e figurës vet, për ruajtjen e pushtetit nga arrestimi përdor çdo aset setror zotëri. Po si do ta arrestojmë? Si? Ore ju sa. Ore Edi Rama është përfshirë afera korruptive o zotëri. A tha Poli, e tha edhe Nardi që SPAK nuk ndikon nga këto gjëra. Si do t'i shpëtoj ai arrestimit ku SPAK nuk influencon nga këto gjëra? Po vetëm mos futemi, po të bëjmë pak se kemi kontradikta në logjik. Bëjmë emision po mos e ka kontradikta në logjik. Thonë që SPAK nuk influencon, pastaj thonë se nuk Rama do që të mos arrestohet. Ai e thashun. Jo. Po falë mos e pak. Po vazhdo rrim këtu. Ai po fiton kohë valla, ai po si fiton kohë? Nuk do rrim këtu. Pse nuk është në Davos kryeministri? Po sa vetëm. Është Damiani. E tha vetë që nuk jam në Davos, tha sepse me leje tha, e sqaroi, me lejen e babait që ndrova për të bërë guidën e të vajzës. Pra, presidenti i Shteteve të Bashkuara e ka preferuar që kryeministrin e vendit ta caktojë dado për vajzën fëmijën e vet dhe jo ta ketë atë. Është pa logjikshme. Presidenti superfuqisë flasin në këtë gjuhë, është pa mundur. Arbër një pyetje, jo do flas mos. Arbri ra opozitës deri tani mirë bëri. Por të më thot mua çfarë përfiton Shqipëria? Ju prapë do kërkoni falje, do thoni që bëm gabim. Pra unë jam i sigurt, do të thoni që e tham gabim, që nëse del ashtu siç thotë Rama. Dhe ky është problemi, që duhet jeni të qartë. Ja pra që i ka thënë nuk vi sepse është kjo agenda këtu. Pra ju nuk do ta pranoni sido që Trumpi dhe do thotë pra do thotë që presidenti Trump është interesuar që vajza e tij të bëj para në Shqipëri. Presidenti Trump lejo ka vajzën e tij përmjet parave të ISIS-it që vajza e tij të ndërtojë resortin në Shqipëri. Nuk merret presidenti i Amerikës me këto gjëra, nuk merret shumë gabim. Do merret ta do të jetë gabuar. Po fal, keni qenë ju që tha do të heqin në gatën Berishës presidenti Trump. Tash o merr në të vogla për këtë, ose merr për asnjë miku. Ka një gjë, nëse ajo, nëse ka dyshim, jo më edhe kjo mund të jetë gabim, edhe kjo qasje që është pasur, edhe mund të jetë edhe ne gabim. Por më thuaj, unë do ta kam debatin me ty. Jo më zotëri, unë përfaqësoj fare. Por do themi gjë, si e mendon ti që çfarë fitoi Shqipëria nga përfshirja në bordin e paqes? Çfarë të mira shifoi Shqipërisë? Më pyetëm sa dhe Poli me që lexon shumë. Ajo që është frika më e madhe europiane nga bordi i paqes, e para njerëz që ky nuk është një bord paqe për Gazën. Të kuptohemi. Ky flitet që mund të jetë hapi i parë drejt një zëvendësimi të mundshëm të kombeve të bashkuara. Kemi dëgjuar në dakord që është një vendimarrje dhe një sipërmarrje shumë e rëndësishme. Dhe kjo i vlen Shqipërisë kur Europa ka refuzuar përfshirjen në këtë bord? Ne të kërkojnë që ne ngrojmë BE, ndërkohë që neve nuk kërkojnë që mbështesim interesat amerikanë. A do mendimin tim? Shqipëria në radhë të parë ka një alas strategjik, i cili historikisht edhe i detyrohet, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse do duhet të zgjedhë, edhe pse unë mendoj që nuk është koha që Shqipëria të zgjedhë, por nëse do duhet të zgjedhë, Shqipëria duhet të zgjedhë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, miku im, sepse është vendi i cili dhe në momentet më delikate
e ka ndihmuar jo vetëm Shqipërinë, por edhe Kosovën. Konkretisht mund të më thuar çfarë përfiton Shqipëria? Çfarë përfiton Shqipëria? Përveç Edi Ramës, nuk përfiton asgjë. Sa po ngritet, po jo ta themi në pripat. Ja ta themi çfarë përfiton. Përfiton atë që je në valvulën e sigurisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe asnjë nuk guxon, jo, gjithkohës edhe mund mos ishe. Sepse Donald Trump ka qenë president që mund të përjashtojë edhe shumë shtete të tjera. Dhe në ligjin e ri që ka kaluar Kongresi Amerikan e ka vendosur përfundimisht zonë influence dhe Shqipërinë dhe Kosovën. Zotri, ti the javën e parë që administrata Trump ka ulur interesin për Ballkanin, po lëre tani se je kontradiktor brenda javës, për një javë dëshon që ndryshon. Po jo, me gazën, me ftesën, me bordin e parë. Po jo më Amerika ka arbëri po vjen tek ne. Ne kemi thënë këtu që amerikanët janë do të jenë thjesht. Ata kishin ndryshuar. Çfarë kishin ndryshuar? Për një javë ata ndryshuan, ta thonë po sa tani po jo në fare. Zotri, mbështetjen ka 3 javë që Shtetet Bashkuara të Amerikës po nxjerrin të dërguaren me punë në Shqipëri intensivisht të dalin në deklaratat të forta. Mbështetim SPAK-un, mbështetim institucionet. Ne thoshim këtë gjë, më thoshim e kanë ulë interesin këta për sa kohë Rama nuk ka politikisht po tani u rrit, po jo pra. Do të them të një gjë. Amerikanët janë të interesuar. Avokati po do të thotë diçka. Po jo pra se është larg. Ta zgjidhni fund avokat. Të lutem se jam I pabarabart me ju aty. Ajo që desha të them, të lutem mos më ndërprisi sepse tash një ditë jam online. Se tisha aty atëherë s'u bëja halal gjithçka. Tani ke punë Davos I të ret. Trump I sa e pa domethënë që po mungon te Rama, aty tha prita do ta anullojmë këtë takimin. Do të vi tha ai njëra aty tha pastaj do bëjmë takimin e Davosit, nuk ka kuptim pa Edi Rama.